Në studion e Bonbonit sot po qëndron menaxheri i projektit të raportit zhvillimit njerëzor në UNDP, Denis Nushi. Denis, mirë se vjen. Mirë se gjeta. Para pak kohë mund të them që ju ishit shumë aktiv ndoshta në stres të menaxhimit gjithë asaj situate, sepse pikërisht sot lansuat këtë raport. Tashmë është traditë vit pas viti edhe në Kosovë lansohet ky raport i cili përfshin edhe zhvillimin e Kosovës në një mënyrë. Ndërsa këtë vit ju jeni përqendruar tek zvoglimi i cenueshmërisë dhe ripërtritja. Pse? Po është, siç e cekët edhe ju, për çdo vit tani më edhe UNDP në Kosovë, zyra jonë mundohet që të jetë në rrjedha botnore, fatkeqësisht edhe pse na e kryjm punën tonë, do të thotë i kalkulojmë edhe indekset e duhuna që duhet me i përfshi ky raport që sot është prezantuar para mediave, fatkeqësisht për shkaqe më shumë politike dhe që ne nuk i kemi në dorë, me thonë, nuk paraqitet indeksi i zhvillimit njerëzor i Kosovës. Prapë se prapë ne nuk ndalim aty dhe sot e kemi bërë prezentimin e raportit global që në njëjtën kohë do të thotë fillimisht është lansuar në Tokyo, në Japoni, edhe që prek temën e cenueshmërisë që normalisht edhe në kontekst Kosovës mund të bisedojmë për shumë sende. Ndoshta një informat shtesë që edhe me gazetarët sot që kanë aty të pranishëm, raporti i zhvillimit njerëzor në kontekst Kosovës do të thotë ka qenë i vitit 2010, ku e kemi bërë, do të thotë, ku e kemi trajtu temën e përfshirjes sociale, edhe aty fatmirësisht ka shumë paralele me këtë raportin që është publikuar në nivel global tani. Nëse flasim për këtë raport, mesh Kosova këtë herë ende nuk është pjesë e tij, Norvegjia është vendi i parë, ndërsa Nigeria është e fundit. Pse? Po, këtu duhet marrë parasysh kalkulimin e indeksit të zhvillimit njerëzor. Aty janë, do të thotë, janë 3 komponente ku duhet marrë parasysh indeksi i arsimit, ku është qasja në shkollim, është edhe, do të thotë, GNI ose Gross National Income, që thirret në anglisht tash në gjuhën shqipe, nuk jam i sigurt si përkthehet tamam, por aspekti do të thotë i parave që ka një shtet për kokë banori, si dhe aspekti do të thotë social i njerëzve, do të thotë nuk është në bazë ekonomike ku vetëm paraja është faktori kryesor, por janë edhe çështjet sociale që duhet marrë parasysh për kalkulimin e indeksit zhvillimit njerëzor. Edhe aty, normalisht që Norvegjia me politikat e shtetit të tyre posaçërisht në çështjet sociale, sa i përket politikave familjare ose politikave sociale, sa i përket norvegjezëve dhe familjeve të tyre që duhet përkujdesur, domethënë edhe për fëmijë. Ata e kanë një balansim të mirëfillt, do të thotë, midis karrierës që bën ose femra ose mashkulli dhe rritjes së fëmijëve në tyre, do thotë ata janë si shembulli më i mirë sa i përket në nivelit global. Ndërsa shembuj tjerë me indeks të zhvillimit njerëzor më të ulët, siç e cekët edhe ju, Nigeri apo Kongoja që është në Afrikë, ato janë të prekura edhe prej konflikteve që kanë qenë atje dhe ndoshta edhe që janë ende të pranishme atje edhe nuk munden me bua atë hapin ku duhet me marrë parasysh një indeks më i lartë të zhvillimit njerëzor. Dhe sikur Kosova këtë herë përfshirë në këtë raport, cili do të ishte numri që do të na takonte neve në mesin e këtyre 187 vendeve? Sa i përket indeksit zhvillimit njerëzor të Kosovës, i kemi bërë kalkulimet, ato do të publikohen bashkë me raportin e zhvillimit njerëzor në kontekst Kosovës. Kjo është paraprakisht munden edhe mediat me marrë këtë informatë që do të thotë parafërsisht ka fillimi shtatorit do të jetë publikimi dhe do të dalim me indeksin e zhvillimit njerëzor që do të jetë pak më i lartë se i kaluari. Që të thotë ka ndryshime për të mirë apo mund të presim? Nuk kisha pas shef me folë për këto, sepse nuk janë edhe tek meritat e
dikujt që indeksi i zhvillimit njerëzor hyp lart apo zbret, kjo është më shumë do të thotë meritat ose kalkulimi që është bërë në bazë të cenzusit që është pranuar, do të thotë numërimit të popullsisë të Kosovës që është dukshëm më i ulët se sa që kemi pritë që ka dalë, edhe dojmë me i pas të dhënat do të thotë që përputhen me agjencionet e statistikave të Kosovës, që është edhe një lajm i mirë që po mundohemi do të thotë në nivel shtetnor me i bo edhe të dhënat për kalkulimin e indeksit zhvillimit njerëzor, kështu që ju do të jeni të ftuar edhe në atë ditë ku do të publikohet ky indeks. Mirë, e mora këtë përgjigje, por nuk më dhe përgjigjen se në cilin numër mund të rënditej Kosova si kur të ishte pjesë e këtij raporti. Prapë se prapë, do të thotë mundemi me bisedu rreth kësaj çështjes, është pak më i lartë se vitin e kaluar që është bërë, pak më i ulët se Mali i Zi nëse doni me bua ndonjë krahasim, por sa i përket shteteve tjera fqin jemi shumë afër tyre. Mirë. Është theksuar në raport se në gjitha rajonet progresi ka qenë shumë i paparabartë. Çfarë lën me kuptu kjo? Po është vërtet që janë disa të dhëna të raportit shumë alarmante të raportit zhvillimit njerëzor në nivel global. Për shembull, vetëm fakti se 2.2 miliard njerëz janë të privuar nga qasja në arsimim, shëndetësi edhe në një jetë dinjitoze, që do të thotë një kulm për mi kry, është një shifër alarmante që duhet menduar duke marrë parasysh se popullata botnore është pak mbi 7 miliard njerëz, kështu që 2.2 miliard njerëz janë një shumë e njerëzve që duhet konsideruar dhe marrë seriozisht. Sa i përket politikave, që thash politikave sociale, është me rëndësi të cekët që edhe në nivelin e Kosovës, pa marrë parasysh se në cilin vit aplikohen politikat sociale, çka mendoj me politika sociale, ndoshta që ata që janë më të cenushëm t'i marrin ndihmat e duhura dhe të kenë qasje në sigurime shëndetësore, të kenë qasje në sigurime të thotë që i ruajnë edhe si punëtor nëse janë në punë, të kenë qasje në arsimim, të kenë qasje për një punë të dinjitetshme, do thotë prej atij viti ose prej atij momenti që aplikohen këto politika në një shtet, gradualisht rritet edhe mirëqenia e shtetit, do thotë mirëqenia në nivelin kombëtar ose shtetnor. Kështu që kur nuk është vonë edhe për Kosovën. Por që jemi larg. Në disa aspekte, nëse flasim qoftë për sigurimet shëndetësore, sigurinë vendin e punës dhe disa aspekte tjera. Është e vërtet, por në këtë raport ceket për shembull edhe që 80% të popullatës botnore nuk kanë mbrojtje sociale, ose me fjalë tjera do të thotë 80% të banorëve të gjithë botës ndoshta punojnë, po aty puna nuk ju siguron do të thotë ato beneficione ose benefitet që i përkasin, që është po ashtu një shifër shumë alarmante duke e marrë parasysh këto. Për mi 1,5 miliard në kontekstin botnor tash po flas, nuk kanë, domethënë, janë në punë informale. Okej, që do të thotë prapë se prapë as kjo shtresë e popullatës nuk mund të jetë e siguruar se nuk mund të jetë e siguruar. Tash në kontekst Kosovës, nëse dojmë me fol, për shembull sektori ndërtimtarisë ku shumë punëtor nuk i kanë këto sigurime që duhet me i ofru punëdhënësi, edhe është normalisht problematik që duhet me u cek edhe të na këto. Mirë, në bazë gjitha këtyre analizave që i bëni, në çka vëreni që Kosova ka shënuar më shumë përpara? Nëse e marrim shumë përgjithësi. Prapë se prapë Kosova. Jo, po mendoj tash në nivelin global. Apo ju doni që t'i prezantoni në raportin e shtatorit? Po saçërisht do të thotë atëherë do të flitet vetëm për Kosovën, edhe është ndoshta edhe në nivelin e Kosovës pak më produktive me fol, sepse tashti në nivelin global të raportit mundemi vetëm pak a shumë spekulime apo pak a shumë me mendu në kontekstin e Kosovës çka kish mujt me ndodhë. Do të thotë, prapë se prapë, une e mora një paralele, do të thotë që
problemet e cekura në raport në nivelin global e prekin po ashtu edhe Kosovën. Kështu që Mirë, Denis, raportet tilla të cilat sigurisht nxjerrin rekomandime sepse prekin ato çështje që janë më pak të zhvilluara ose që kanë arritur më shumë zhvillim. Kujt më shumë i dedikohet, qytetarëve apo institucioneve? sa i përket raportit të zhvillimit në nivelin global, i drejtohet më shumë të gjithë njerëzve që janë të involvuar, do thotë pa marrë parasysh a janë ata në organizata ndërkombëtare apo në qeverisjet në bazë nacionale, këto i dedikohen, do thotë posaçërisht atyne në politikë bërje. Edhe rekomandimet dalin në nivel global, por ky raport përveç këtij është edhe raporti në nivelin rajonal, edhe në fund në nivelin nacional ose vendor që do të bëhet në kontekstin e Kosovës. Rekomandimet posaçërisht i drejtohen qeverisë, do të thotë Sigurisht sepse ata i bëjnë edhe politika sociale dhe gjitha tjerat. Ministrive të posaçme, ndoshta duhet me cek edhe këto. Tash, sa i përket nivelit kosovar, ne kemi bashkëpunuar me Ministrinë e Diasporës. Titulli do të jetë migrimi si forcë shtytse e zhvillimit njerëzor në Kosovë, edhe normalisht që edhe ministri tjera do t'i marrin rekomandimet për me u koordinu më mirë sa i përket rekomandimeve të raportit. Edhe një pyetje të fundit, UNDP këtë raport e nxjerr që nga viti 1990, pse është vendosur që të bëhet pikërisht një raport i llojit të tillë dhe sa ka rezultuar i suksesshëm, nëse mundem të them kështu. Prej vitit 1990 bëhet ky raporti në nivelin global. Do thotë në nivelin kosovar kemi të parin që e kemi bën në vitin 2002. Pse del ky raport? Për një arsye shumë të thjeshtë, se kanë dalë dy doktora të mençëm që kanë thonë nuk po e këshyrim vetëm sa pare i merrni njëri edhe qysh i shpërndan ato pare, por po i këshyrim nga perspektiva sociale, a jon ka shkoj njerëz në shkollë, apo i marrin shërbimet shëndetësore që duhen, edhe ka pas aq shumë sukses sa që shumë shtete dhe politikat i drejtojnë bazë të indekseve të zhvillimit njerëzor. Kështu që edhe në kontekst Kosovës... Që është një raport që duhet i referohen shtetet? Patjetër, edhe i referohen, do të thotë tash në kontekst të Kosovës është ngadalë po bëhen disa ndryshime, por në shtetet rajonale vetëm se i orientojnë politikat në bazë të raportit zhvillimit njerëzor. Denis, unë falenderoj shumë që gjete ku me qenë sot në Bon edhe me nda këto informacione me shikuesit tanë. Faleminderit për juve.